rikthehemi sërish në studio. Prej ditës së sotme, aksi Kakavi Janin është bllokuar nga fermerët grek, të cilët prej kohësh ka nisur edhe protestat e tyre. Pika kufitare është bllokuar dhe qarkullimi i automjeteve do të bëhet i pamundur për 48 orët e ardhshme. Do të lidhemi tani me gazetarin Edmond Guri për të qartësuar më tepër rreth kësaj situate dhe për përshkallëzimin e protestës së fermerëve. Edmond, përshëndetje. Përshëndetje nga Athina. Kënaqësi që do të jemi në këtë komunikim dhe faleminderit që i gatshëm gjithmonë të përcjellësh informacion. Kemi folur për protestën e fermerëve grek, duket sikur ka marrë për masa të tjera tashmë që ne flasim. Situata shumë e tensionuar dhe shumë kritike lidhur me faktin se nga ana tyre fermerët tregojnë një vendosmëri, janë pa lëkundë në një lajm i moment fundit fakti që pak më herët është bërë publike që është pranuar nga kryeministri, pra nga zyra e kryeministrit, kërkesa e fermerëve që ditën e martë në orën 6 masdite të bëhet një takim me kryeministrin, pra pas një presioni shumë të madh, është dakordsuar që të ketë një takim midis me një përfaqësi fermerësh dhe kryeministrit të Greqisë, dhe kjo është bërë e mundur fal presionit tyre dhe është pohuar nga vetë zënësi i qeverisë Pavlo Marinaki, i cili e ka bërë të qartë pak më herët. Madje lajmi sapo ka dalë Britës dhe mendoj që është i moment të fundit. Më konkretisht, bëhet e ditur që nga dita e nesërme do të ketë një lehtësim të tërheqjes të fermerëve nga blloqet, do të jenë gatishmëri, por do të hapen në rrugë dhe do të ketë një çbllokim të gjithë situatës. Konkretisht, ditën e martë në orën 6 masdite, një përfaqësi e fermerëve do të ketë një takim me kryeministrin e Greqisë. Ky është zhvillimi i minutës së fundit. Ky është një zhvillim i minutës së fundit, të cilin Edmond sapo e ndan me ne. Ka nisur protesta në fillim të muajit nëntor dhe ka patur disa faza deri më tani. Në mënyrë të përmbledhur, nëse mund të tregojmë çfarë kërkojnë fermerët grek? Fermerët grek kanë një paket kërkesash e cila arrin diku tek 20 kërkesa në tërësinë e tyre, por ato që janë më kryesore është faktisht pagesa e menjëhershme e subvencionimeve të vënuara nga shteti grek, është ulja e kostos të energjisë që përfshin si korrentin, pra rrymën elektrike, por edhe hidrokarburet, pra kryesisht naftën, sepse ka një 2 fishime, 3 fishime të kostos, dhe ky është nga pikat më kryesore për të faktin sepse ishte premtuar dhe thënë dhe nga kryeministri aktual që do të ketë një përgjysmë ose të paktën një lehtësim shumë të madh të kostos rrymës elektrike dhe të naftës, por faktikisht kjo nuk do të përkundër të patë një rritje të çmimit. Ka një kërkesë tjetër është një çmim minimal i garantuar mbi koston e prodhimit. Një kërkesë tjetër është lidhur me të vështrën e produkteve, pra të ketë një lehtësim e cila e ka mundësinë shteti grek ta aplikojë, sepse nuk ka detyrim nga Bashkimi Evropian, por Bashkimi Evropian, politika e të vështrëve, edhe pse ka një politikë përgjithshme, e ka të lirë dhe çdo shtet mund të aplikojë atë në bazë të nevojave dhe të dinamikës që ka. Sigurisht është kompensimi për prodhimet e humbura për shkak të katastrofave natyrale, dhe këtu ka një vonë shumë të madhe sepse ka pasur dëme shumë të mëdha ditë e kaluar që ne kemi raportuar si në Thesali apo në vende të tjera, të cilët presin për tu kompensuar, dhe pastaj një sër kërkesash tjera që lidhen me infrastrukturën rurale, mbrojtja e konkurrencës kryesisht nga produktet që vinë nga vende të tjera që nuk janë të çështikura, po edhe kryesisht luftimi korrupsionit, sepse është një pikë tjetër e cila fatkeqësisht, siç u pasqyrua, ndërkohë që duhej një subvencionim apo ndihma që shteti grek të jepi fermerëve arrin në 1.8 miliardë euro, fondet e vjedhura, ose më saktë të devijuara, të dyshuara, të vjedhura nga nipte dhe fermerë fiktiv, nga viti 2021 deri në sot sipas mediave greke e kalon shifrën 4 miliardë, flasëm për shifra shumë të larta. Këto janë pak a shumë pikat më kryesore që kërkojnë fermerët. E përsërit edhe një herë shifrën, të lutem, patëm një ndërprerje në atë moment. Shifra sa ishte? Sipas mediave greke të bëra publike, për llogaritë që shifra nga viti 2021 deri në sot e kalon 4 miliardë euro. Që janë lekë të devijuara, nuk kanë shkuar te fermerët.
janë lek të dyshuara që nuk kanë shkuar në fermerë ose pritet një shqyrtim. Ja thot përmendim vetëm gjobën që i voli Bashkimi Evropian Greqisë, të paktën vetëm 9 muajin e fundit kur plasi ky skandal, është identifikuar një shumë mbi 900 milionë euro dhe për këtë gjë Bashkimi Evropian i ka vendosur një gjobë Greqisë për 480 milionë euro që duhet i paguajë, duhet të kthejë parat më rafsh. Ndërkohë po vazhdoi hektimi për identifikimin e fermerëve efektiv apo të nipteve fiktive, të cilat kanë marrë shumë të mëdha. Parash. Do të vijojë kjo situatë dhe fermerët grek janë të bindur që do t'i shkojnë deri në fund dhe nuk të rriqen. Kjo protest ishte ndryshe nga shumë protestat të tjera të organizuara deri më tani. Ka qarkulluar sot një foto dhe është komentuar gjerësisht në Shqipëri dhe e shohim në ekran, më ndihmojnë nga regjia, ku është blokuar Kakavia. A ka shkaktuar kjo problematika? A ka patur efekte? A ka patur dëme prej blokimit që kanë bërë fermerët në këtë pikë? Edhe pika kufitare Kakavijës nuk i ka shpëtuar blokimit të rrugës si dhe shumë pika tjera, por pesha që ka politikisht dhe ekonomikisht blokimi i doganës Kakavijës nuk është e baraskëdhshme me pikat e tjera doganore si ato me Bullgarinë, pak më tepër me hyrjet nga Turqia, që është një shtet shumë i cili eksporton shumë produkte në Greqi apo importon shumë produkte në Greqi. Më sot përmendim që nga në kufirin me Turqinë janë disa qindra ose mijëra kamion të blokuar në hyrjen, ndërsa me Shqipërinë fatkeqësisht janë munduar dhe janë blokuar vetëm qytetar apo një pjesë e tregtisë midis dy vendeve. Pra në këtë kontekst ka patur vështirësi, përveç faktit se është duket qartë që Greqia tashmë kryesisht në kohë festës kur dihet që ka një stet lart televizor midis dy vendeve, nuk shton përshëndetje ose më saktë nuk jep më tepër vëmendje sepse siç e thash nuk ka kosto politike për Greqinë, se në tjera është ndryshë. E kuptova. Edmond, faleminderit shumë për këtë komunikim, faleminderit për informacionin, nëse do të ketë zhvillime të tjera, jeni gjithmonë i mirëpritur në Living Day. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Day në Vision Plus, ju lë takim nesër. Mirupafshim.